Dhe mbyllet këtu me një festë të laçianëve për këtë pikë të jashtëzakonshme. Një pikë që vlen sa një sezon i tërë. Flamurtari dhe Laçi barazuan 0-0 mes tyre në Vlorë, në një ndeshje ku të dyja skuadrat fal pikës së marrën ngjitën në kuotën e 37 të tillave dhe hodhën një hap shumë të madh përpara për të siguruar mbijetesën. Duke patur parasysh përballjen direkte mes Vllaznisë dhe Tiranës në javën e fundit, Flamurtari do t'i mjaftonte një fitore ndaj Korabit për të qëndruar, ashtu si edhe Laçit që nëse mposhte Utën që është zyrtarisht e shpëtuar, edhe Kurbinasi do të siguronin mbijetesën. Kishte ndryshime në formacion të Flamurtari. Pa Danilo Alves të skualifikuar, trajneri Shpëtim Duro aktivizonte Fazliun dhe Malazezin Radović për krah kroatit Tomislav Bušić në vijën e parë të sulmit. Në krahun tjetër Stavri Nica kundërpërgjigjej me Erion Vucajn, në mbështetje të brazilianit Sergio Junior dhe Ganezit Mensah. Drithërima që në fillim në portën e Flamurtarit. Pa u mbushur ende 7 minuta lojë, Vucajn me një goditje të bukur nga limitet e zonës, me Alilajn të mposhtur u ndal nga shtylla. Por reagimi i Flamurtarit ishte i menjëhershëm. 2 minuta më pas Haxhin Eziraj me një goditje fluturim thyu afrua golit, por shënjestra nuk ishte ajo e dura, me topin që kaloi për pak mbi travers. Në të 11-ën kuqezinte Duro dha një tjetër sinjal në drejtim të portës së Selmanit. Këtë herë ishte Donjet Shkodra që nëpërmjet një goditjeje standarde preku pjesën e sipërme të traversës. Në të 27-ën gjërat u vështirësuan për Laçin, pasi Vucaj u largua i dëmtuar duke i lënë vendin lushkjes. Me kalimin e minutave ritmi radisi dhe pjesa e parë përfundoi pa gola. Fraksioni i dytë i lojës nisi më mirë për Flamurtarin, që në të 52-ën mund të kishte zhbllokuar shifrat, por Radović edhe pse shmangu Selmanin goditi dobët duke u ndalur nga mbrojtësit e skuadrës Kurbinase. Kjo sfidë ishte e lidhur ngushtë me rezultatet e dy takimeve të tjera, Teuta Vllaznia dhe Luftëtari Tirana, dhe në momentin që dursakët zhbllokuan shifrat, Flamurtari dhe Laçi më shumë se sa për t'i bërë keq njëra tjetrës menduan të ruanin barazimin. Vlonjatët në fakt kishin më shumë iniciativë, por nuk ishin aq të rrezikshëm sa duhet përpara portës. Në të 80-ën Bušić provoi nga një pozicion i prirët, por Selmani priti pa vështirësi. Në të 86-ën një arkimin e Zirajt përpaksa nuk u bë i rrezikshëm për portierin e talentuar të Laçit. Në të 88-ën Jakovljević dhe Bruno Lulaj u ndëshkuan të dy me karton të kuq nga gjyqtari, pas një zënke që padhe në zonë. Në Vlorë gjithçka u mbyll në barazim 0-0, me Laçin që u gëzua më shumë pikës së marrë se Flamurtari.